Përshëndetje dhe mirë mbrëma kudo që jeni, lutim Zotin të jeni shëndosh e mirë. Sonte e premtja me Halilin do e fillojmë pak më ndryshe. Është një bukurësh, është një djalë i cili është autik. Danjali është djali i Agim Berishës. Agimi ka vdek. Ka qenë kontributdhënës aktivist i shoqatës autizmit në Prizren. Ka qenë mik shok i imi. Edhe për fat keq, ai ka vdek me një smundje e rëndë. Danjali, djali i tij, kanë marrë bashk me Uesin tim terapit në shoqatën autizmit në Prizren. Danjali pas vdekjes së babit, ai tani më jeton me migjen e tij në Holland. Është përcjellësi i emisionit e premtja me Halilin. Pra na përcjell me se pret orën për me fillu emisioni e premtja me Halilin. Ka disa herë që insiston që në emision me pa ilahi kjo që unë ja kam kushtu Uesit. Edhe të gjithë fëmijëve të prekur me autizëm, e sidomos kjo ilahi bartë mesazh për prindër që janë sprovu me fëmijët e tyre me autizëm. Danjali ka insistu që kam dëshirë Gjagje Halil me lëshu ilahin, me zispret, me fillu emisioni e premtja me Halilin. E unë për hatër Danjali që e dumë fort, edhe unë edhe Uesi, do e filloj emisionin e sotshëm me këtë ilahi, edhe pse është shumë emocionu se unë e kam këndu një herë, kur e kam gjeru edhe asnjëherë mos unë e kam qu deri në fund. Megjithatë, na falenderojmë Zotin për çdo sprovë, na i thomi Zotit faleminderit edhe jem razi me caktimin e Zotit. Emisionin e sotshëm po e nisim me këtë ilahi ku e përshëndesim Danjalin shumë, e përqafim shumë edhe i thojmë që të duam shumë. Danjal, veç për ty, është kjo ilahi po e dëgjojmë. Këtë ilahi ja kushtoj djalit tim dhe gjithë atyre të prindëve të cilët janë sprovuar me fëmijët e tyre. Mbi gjitha kam një mesazh për gjithë prindët të sprovuar, të jemi të fortë sepse shpërblimi i Zotit është shumë i madh. Ti kur linde biri im, me gëzim të morë në dorë, pastaj mjen këtë më treguan, se ti linde i sëmur. Mu doj zemra biri im, e të putha ty në bal, me plas prova është bota, kështu m'duhen ti bëj bal. Gjitha gishtat janë njësoj, për ty babi të dalloj, pak më shumë shpirti më dhem, për ty o e vladi jem. Gjitha gishtat janë njësoj, për ty babi të dalloj, pak më shumë shpirti më dhem, për ty o e vladi jem. Nuk jenë si fëmijët e tjerë, ti dhe botën e shëndrysh, kur të shobirë të vetëmuar, po ma donë zemrën për gjys.
O Allah I gjithë fuqishëm, Ti je ai që shëron, ne e dim o Zoti jon, kë e don Ti e sprovon. Gjitha gishtat janë njësoj, për Ty babi të dalloj, pak më shumë shpirti më dhem, për Ty o e vladi jem. Gjitha gishtat janë njësoj, për Ty babi të dalloj, pak më shumë shpirti më dhem, për Ty o e vladi jem. Prindër të sprovuar, mos mërzitje bëhi të fort, kja dynja është shumë e shkurt, e shpërblimi është I plot. O ju prindër të sprovuar, mos mërzitje bëhi të fort, kja dynja është shumë e shkurt, e shpërblimi është I plot. E shpërblimi është I plot, e shpërblimi është I plot. Daniel, na të përqafëm shumë, e lusëm Zotin agimin, inshallah Zoti e më shiron. Unë tash e kam shkru, e kam këndu vesh një herë krejt komplet. Me gjithat, kjo ishte për Ty, Daniel, të duam shumë. Inshallah ti, Daniel, e Uejsi, e shumë shok e shoqe si juve. Nesër keni me konë dëshmitar para Zotit, për prindë e juj, po edhe për gjithë ata cilët ju kanë nejt afër. Inshallah Zoti, çdo prind që është I sprovum ja lehtëson. Ty Daniel, e gjithë shokëve si ti, inshallah Zoti ju shëron. Inshallah Zoti nesër na kënaq në botën tjetër, në xhenetet e Tij bashkë me juve. Na ju kërkojmë falje ndoshta ju kuptojmë. Të duam shumë. Edhe një herë falenderoj Bukuroshin, që tani për momentin jeton në Holland me agjen e tij, gjithashtu përshëndesim edhe agjen bashkë me familjen e tij, Zoti shpërbleft, që kanë marrë përsipër mbikëqyrjen e këtij Bukuroshi. Emisioni vazhdon. Ne këtë javë, ose të dielën ka qenë aktivitet në Strasburg, ku është organizu një turnir futbolli për shoqatën bamirëse. Timat e Ballkanit kam qenë prezent vetë bashkë me stafin. Asmir Zukaj është ai I cili ka organizu këtë turnir, kanë marrë pjesë mbi 20 ekipe. Asmiri nuk është hera parë që organizon këtë turnir, ka organizu edhe vitin e kalum, e prezent përveç nesh. Pjesëmarrës ishte edhe Hoxha I Kalsrus, Muhammed Havolli, gjithashtu edhe Gazmend Bajraktari, Hoxhin në Strasburg. Une I falenderoj Asmirin, Hoxhalart, të gjithë pjesëmarrësit, ekipet që kanë lu, edhe konsulin e Republikës së Kosovës në Strasburg, të cilët na kanë nderuar, na kanë respektu me plot zemër, e ne gjatë vizitës në Strasburg, patëm nderin me vizitua dhe konsulatën tonë atje. I falenderoj gjithë kemi bon histori neve për këtë, po edhe këtu, gjatë vizitës sime në Strasburg, unë kam një kërkesë për të gjithë ju, atje
ka shumë fëmijë nga Kosova në përgjithësi në Francë, të cilët kanë shku me kërku shërim. E një prej atyre fëmijëve është që kemi kontribu edhe ne, e kemi ndihmu, edhe kanë marrë vesh që jam në Strasburg, e kuptova që gjindet në spital në Strasburg, kam shku e kam vizitu, e kam gjetë në gjendje shumë kritike, gjendje shumë tranë. Me lëtë në sy, baba i saj, mu lutë, mua që dë bëjmë lutje edhe në mision, t'ju kërkojmë lutje në bashkë shqiptarëve kudo që janë. Të lutën për vajzën e ti është gjendje kritike, por neve lutemi për ta e për të gjithë të sëmurët tanë, kudo që janë, o Zotë shëroj. E tani po jepim pamjet e këti aktiviteti, turnir futbolli humanitar për shoqatën bamirës e jetimat e Ballkanit. Faleminderit gjithë pjesëmarrësve, organizatorëve, oratorëve, ekipeve që kanë marrë pjesë. Zoti kur mos ju humb, kjo është historia. Nisan nëse haramu, bën çka të bojsh. Hiç të jetimat e Ballkanit, këtë që tërka, bëhu i gjymert. Lutja e jetimit shpon 700, lutja e asaj none që është në hallë, në dertë, në siklet, shpon 700, lutja e të smurit, e autikut, e personin me sindrom Down, e personin që jetën e bën karrocë. Lutja ati nuk ka perde mes tij dhe Zotit. Hinë vargun e lutjes jetimit, e lutjes e këtyre gjithë nevojtarëve. Zoti ju rujt juve bashkë me familjet e juja, Zoti kur mos ju hupt. Zoti ju shpërblet. Faleminderit Strasburg, përfundoj edhe historia me këtë falendrim, faleminderit Asmir edhe gjithë juve Zoti kur mos ju. Atëherë historia radhës të nderuar shqiptarë kudo që jeni, Kosovë, Maqedoni, Veriut, Shqipëri, Malzi, Lugin, diaspora jonë e dashur. Ka vite që shoqata jonë duke pas shumë të nevojshme ndërtimin e një thertoreje, patëm nis ka dal me ndërtu këtë thertore. Pastaj pandemia, pastaj të lashe tjera, par përfundimisht u bo me emër të Zotit. Ka nis punën thertoria jetimat e Ballkanit. Ne gjatë tër vitin po na vinë porosi për therjen e kurbanave. Qoftë akika dhe më thonë që i lind fëmijë shqiptarëve edhe nga pamundësia me prej kurban atje ku jeton, dërgon mjetet këtu dhe ne e kryjm këtë amanet. Qoftë edhe për kurban Bajram, që kalon ndoshta shifra 10.000 kurbanave,
Na ka bo të domosdoshme edhe shumë urgjente ndërtimin e kësaj thertoreje. Thertoria, mashallah, ka kapacitet të bollshëm, edhe ka nis punën, është licencu, i ka gjitha kushtet e një thertoreje halal, therja e kurbanit halal. E ne kemi fillu pardje me therjet e para të kurbanave në thertoren tonë. Thertore që është pronë e shoqatës bamirëse jetimat e Ballkanit. Në këtë thertore, përveç therjes së kurbanave të shoqatës sonë, therjen e kurbanave që vinë porosi për lindjet e fëmijëve, kjo thertore ka kapacitet për me ju therë kafshët të gjithë atyre që ka nevojë dhe duan t'i therrin halal, edhe i ka gjitha kriteret, gjitha kushtet që në shumë pak vende mundesh me gjetë kushtet që i plotson kjo thertore. Thash pardje e kemi nisë, i kemi therë kurbanat e parë, e kemi bon një historie me ju dhanë edhe juve, pa ndjekim bashkë. Ne vetëm jemi në ambientet e brendshme të thertores e cila po hapet sot, thertoria e jetimat e Ballkanit. Këtë thertore kemi ndërtu për nevojat e shoqatës tonë. Është thertoria e shoqatës e cila do të kryjnë punë jo vetëm për shoqatën, por për gjithë ata cilët kanë nevojë, dojnë me pare pastërm apo lop, kryet edhe ai shërbim. Është hera parë që po jepim pamjet e thertores sonë, me qenë se po starton sot me punë. Po shkojmë të thertoria është e madhe, ndër më të mëdhajat. Në Kosovë e ka trakën e kafshëve të mëdhaja edhe trakën e dhëmbëve. Po i mëna edhe po i ndjekim pamjet, ku sot neve startojmë me prerjen e lopëve. Këtu ku jemi tani, kjo është traka e dhëmbëve, e cila kapacitetin e ka 100 dhënë në sahat, ndërsa traka e lopëve, bikave, është anën tjetër, ku neve po shkojmë tani, edhe kapacitetin e ka për një orë mundën mu therë 30 bika. Na po startojmë sot. Ekipa është vetëm gati, na po nisemi. Përshëndetje. A jeni mirë që shini? Na po fillojmë me therjen e parë. Kjo është hera parë, pamje që po ju jepim ju për publikun të thertores jetimat e Ballkanit. A nisim? Hajde bismillah. Boksi ku pritet ceremonin halal, pra kërejt halal, hyn tash biku mëna, edhe fillon therja e bikut.
Kjo ishte historia e thertorës tonë, ku tani më gjitha kurbanat që do të vinë, qoftë për lindje, qoftë për Kurban Bajram, do të na mundsohet me i therë në thertorën tonë. Këtu 1 kilometër vijajrore nga shtëpia e të moshuarve. Ne nga thertorës jemi duke ndërtu edhe shtallën për kultivimin e viçave lëvëve, që do t'jenë nevojshëm për shoqatën, duke pas parasysh gjithmonë se krejt mishi kurbanit që vjen të neve therrim na për nevojat e shumë familjeve, qoftë lindje, qoftë dikush ka dikon smut, qoftë dikush thot për shpirt babës, nanës, dikujt vdekur, qoftë për Kurban Bajram, shpërndahet në për familje nevojtares, por edhe shpërndahet në kuzhinat humanitare tonat në për Kosovë, ku janë mbi 1200 persona që u shihen çdo ditë. Zoti kur mos i humbet, Zoti i shpërblet. Tash kemi një historie tjetër, dhurim të qelsave të shtëpisë së re. Po e ndjekim këtë histori bashkë. Tani po paraqitemi nga komuna Prizrenit, jena te familja e Bacës Tefek Belallari, sot kena ardhur me dorëzu çelsin e shtëpisë së re. Baca Tefek, porno. Mundësi një shpijime nga boni me ramet bebit. Djallë jo, atë kam janë bajtën. Kjo s'mund, unë e pa qef. Unë jam Tefek Belallari, nga Strusha. Që të ishte mundë, shkam të ardhë për kërkoj, gjarë shkam qikat një të vogël, një pa punë. Unë e pensioner plak s'mundi, i punës nuk jem mënë. Që 5 vjetë e më shkoni i dhe shtisë, si ka letra. I kom sem për punën. Që si jasë shpis, kemi jasë kur gjanë, mama ke s'ka. Unë i blazë vetë për një shpi. Te vajzatezës jenë. Kallëm për zorë, e më ka thënë dalish, ma. Ti në praverë më ka thënë a pati kia, bon një qarën. Në gjithoni bon ishtaj. Unë e me apa gjakit, me të ndyrës, të dy pa qeshen një. 100 euro që për ditë dalë hetë. 100 euro që marë për këta për vetë. Së ndalin hapa, që parës dalëm. U shmu në gati, në betan bërë. O gjohë për për një shpijë, une. Se nesër mjën tekën, thëtë, dil jashtë. E jesë rritës, më dhe, s'kam ka. Vendin e kam për mi muqë që ta i vendi ati natë, është. Ndash pashkaj me këshire. Vendi që 50 gjetë, ku e kanë bleat atë mokë. S'kam as la, s'kam këtarët për kërko. Dy të rajtim, unë s'mund, kjo s'mund. Ja, kjo për pjesë, njerë me ardhe rastim, me thënë, për shesë se, për ndreqi, apo ty që praverë, më ka thënën. Shtaj, ma boni mjesë, ma boni vetinë. Një mdoj e shtroja, po, kjetët, që ka më rëndë. Pranarit janë, që gjarë Veç veshën gjekë, jemi të shtatit. Veç i pletë. Ketë huja jenë. Mrenda është mamive që ftotën shumë. Gjë dim në marrë. Ka mos që pikë të kjana, ke që delë që roni dhe këqyri që aty. Që hajtë këshyri, dilë për nërë këshyri. Që e për shihet, që ganë me këqyri. Katastrofë është. Ama për zorë, dhe me ba. Njerët s'ka gjinë, me ka me ndërë njerët. Po që shumë ftohet, shumë ftohet. Që do ndima gjimri për unë, me që ta që të përmbasë. Ata jenë pronarit. Ftohet, ama dhe me ba, që dy dim në piqesim marrëdhën. Ma ku me shku, gëhatë. S'kam ka. Bani maramet një shpi mirë, jo dini, bani se vapë.
mos shtëpia pika. Në tavani kërç, me do kopa, gjëva pikën që qëra metra. Me hype me ndreq, bie me gjakun, mbyte me plë. Gjajë gjithë që po hypi, kamet Ka pas që edhe gjesht, ka pas, ja kemi vëndonë na. A dhe jem të maj madhe, pa një shpij jem lazëm. Se s'kam ka. Ndima faleminderit po na bi. Ndime po, gjatë i rrut. Me 100 njerë s'kam ka, qysh. Që me hapa, unë me hapa. Për pjesën së për jetë, si 20 metrë për pra. Për të ardhën për kërkush s'kam unë. Loj jo, motër jo. 4 jemi. Pata një vazhë, unë rëzu pa punë. Iki. S'ka punë. E kjo vogla shkollë, kjo me hapa, unë me hapa. Qyre, kërsh. S'kam ka. Që të bani me ramet një shpimi, jam ma. Jo, dini, ju nderoj. Esh, kërqish. Mraz. Ishe që në bënë fles me panela. Jo që u bënë uj. A që pëtohat marrë, që qda ndime në ka për 3 metre. Ato e në pranarit. Vesh jetë që më lojë, kom. Qetër kërgjohën, këta më rëndë e gjenë pranarit qenë. Nëse është të modë një shpime më ndreq, kush të s'kam të ardhe për kërkuju, në? Kash. Jo, zë shpi? Mund të një shpime në boni me ramedit. Djallë jo, atë kam janë batën. Kyës mund, unë e pa qeshne. Shpit huj, peshin një vetë. Gjendja më marë anë s'ka, më hajtë. Nëse është të modë një shpime më ndreq, Na këna me ja u bo shpinë e re. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit për juve. Po bohi me shpitë re. Të fik! Përhaj! Përhaj, e gëzosh. Tashmë veç jemi në ambientet e brendshme të shtëpisë Basat e Fek, çish po duket? Super, ju falenderoj. Ju rujt Allah, basën a lërë, e piqashi, edhe juve krejtë. Super. Ku jam kanë vazhë ma keqë, që ta e mirë. Gjatë i rujt. Jo, ka tonë alloj. I ndërë basën a lërë, a piqashi, edhe juve. Gjatë i rujt, ka qkoni. Shumë faleminderit, Zoti ju roft, Zoti ju shpërblet me këtë mirat. E basin alil, Zoti e roft, e shpërblet. Që taj ma lejnë shumë, Zoti ju më gjëdhëft. Shumë që taj, no. Se kemi ditë që ta. E shumë faleminderit për juve. Po vinë në kolla për këqyrim, po që ditemi. Zoti ju roft juve. Shumë faleminderit. Përndeshët donaturët vetëm se shtëpia janë habe qarshia. Ata Zoti i shpërblet, Zoti i roft ka jenë. Zoti i më gjëdhëft. Shumë faleminderit ative. A që ta lillë, a gjisë, edhe a piqashi, gjatë i rujt. Edhe juve. Zoti i rujt, edhe na i përshëndesim donaturët habe qarshien. Na pilona me pamit e shtëpisë së re, Zoti ju shpërblet. Basat e Fek, për herë, Aj paq, inshallah zëni zëjt, për herë, inshallah zëni. gjatë i rujt edhe juve. Qysh po bohi sebeb me ndryshu jeta shumë familjive për të mirë, Allah ja u letësoft e ndryshoft jetën në dynja për të mirë edhe në akhirat. Abi Qashia, donatori vetëm i kësaj shtëpie, po
po jo vetëm I kësaj, biçashia deri tani 10 shtëpi ka ndërtu vetëm përmes jetimave të Ballkanit. Familja Fusha me në krye bacin Irfan janë konë gjithmonë hënëdën të gjymert, dërdhënës, kështu që ata nuk po e ndalnin bamirësin për hirë të Zotit. Ashtu që s'pendalin bamirësin, Allahi po I ngërit nel të manel. Zoti ja shtohë bereqetin, Zoti ja shpërbleft. Kemi një historie tjetër, historie që vjen nga fshati Bleq I komunës Dragashit, ose qysh I thom ne në treva të Opojes, po e ndjekim historien e pastaj rikthehemi në studio së bashku. Do t'i kishëm pa edhe njëherë një shtëpi me ndreq, edhe në pëtë kisha lasht. Veç kaq, ma shumë thuhe. Unë jem Rinor Akipi, vivi I fshatit Blaç, komuna Dragash, jem 28 vjetë, jemi martuar, kam 3 fëmijë. Kushtet e shtëpisë nuk janë shumë të mira, më ka krisë shtëpia tona ontë. Mundësit me ndërtu shtëpi s'kam, me punoj me vllavin, jam 8 antar. Vlllavin e kam veteran të luftës, ka ndru jetë që 4 muaj, me kancer. 50 vjetë. Kush ka mundësi me na ndihmu, me ndërtu një shtëpi, Zoti I shpërbleft. Jetër Mas shumë ti në mërzit burri që ka vdek që 4 muaj. Pastaj jemi nevoj për një shtëpi me ndreq. Allah ju shpërbleft inshallah krejtve me të mira që jeni mundu me ardhë me nënti muë. Që kaq. Mas po di kam shumë emocione, s'mundi me folë ma shumë. Falni pak. Vallaj, pak vështirë. Me punoj me vllavin, kështu të privat dhe kështu të punojmë. Po mundësi për me marrë shtëpi s'janë. Vallaj, shumë problem, shumë kusht. 2 dhoma janë, 8 antarë 2 dhoma. Pak ngusht, po. Shumë ka ndryshu. Shumë. Mundësi dhe më thonë për me jetu tash janë pak ma të vështira, apo tash kona me të lija, kom marrëdhënie punën, ka punu gjykat, kom pak ma ndryshe ai, shtylla shtëpis tash pak ma problem. Po na ma tri, tash ai njeri familjar ma I pjeku, nuk on ma, I ka ditë rëndat ma mirë, çdo sende ka ditë ma mirë. Nona shumë është e stresuar shumë, edhe me tension nuk është mirë tash. Shumë e përballon keq. Po ka frikë edhe me fjetu, valla, se ka krisë që ka thonë aja me ana me dalë me pa, këtë muri është I krisët. Ploqe nuk ka. Kur bjen shi, hinë ujë bo ato, këtë zi bo ato. Vend kemi plot, po mundësit për me bo shtëpisë janë. Kise në është me në ndihmu, kush ka mundësi për një shtëpi me në shtresue si që shak mas të mirë ti, me pas djemë të mi jeton ma të mirë, ma të lumëtur. Mas me pas që shkam pas sakrifisa për para që shkam njeki, që të një jetë ma të mirë me pas. Me ndihmon e Allahit, dhe faleminderit prej jush, që ke një ardhë, me në vizitua. Që të s'po di që kam një thanë. Që të unë të vëtë më kanë babë, në për këta nënë, se këta 3 janë, e kam shumë vështirë, po Zotim në maftë. Po elhamdulillah prej Zotit djalit e shkureshe që jam mërzit. Qodi ka prind të asant mjek, adi s'mle mu shtresue, s'mle mu mërzit.
Po t'i kishëm pa edhe njëherë një shtëpi me ndreq, edhe në këtë kisha nashtë. Veç kaq, ma shumë thuhe. Se këta punojnë ka pak, po për me ndreq, s'ka mundësi. Kjo story e prekse nga fshati Bleq i komunës së Dragashit. Ekipa jem ka shku ka vizitu. Edhe tash po ma bëjnë me dje se kjo familje është këtu edhe na i ftojmë në studio. Selam aleikum. Mirë se erdhë, ta je mirë që shjem. Mirë se erdhë, ta jeni mirë. Si për kalani? Hajde, ullë. A më nërtë? A jeni mirë? Mirë, faleminderit. Si e ki emrin? Mesete Rakipi. Qysh je? Mirë. Nuk është lime për burrin. Faleminderit. Inshallah Allah në gjennet. Amin. Dëgjova në storje, para 4 muje kishte Po, vdek. para 4. Sa vjeqar? 50 vjetë. 50. 50 vjetë, po. Allah në gjennet. Amin. Inshallah ju ka bo halal, ja keni bo halal. Amin. Allah i më shirët. O ka në smut, apo? Po, ka smut. O ka në smut. Po, kancer ka pas. Allah ja letësoft. Inshallah pastrim për ta e Zoti e gëzon me gjennetet. Amin. Ti Rinori? Rinar, Rinar, sa vjeqar? 28 vjetë. 28. Qysh po kaloni, qysh po jetoni? Po, Paka shumë dëgjum në storja. Sa fëmijë jeni? 2 fëmijë, 2 vllazë. Unë edhe një vllazë. Aja është maj madha, maj vogël? Maj vogël. Sa vjeqar është? 25 vjetë. 25 vjetë. Aja është i martun? Jo, Ti ishe i martun? po unë, po. E qa po punoni Rinar? Na punoj me drunë, Me drum? po. Me si është vend malor atje të na. edhe Qito, ka pas edhe babi jem ka punu. Në tonë kem punu 3 me drunë. Vazhdojmë ta mama la atë 3 ditë me punu. Sa ku ka qenë baba i smur? Një 3 muaj valla. Veç 3 muj. Pa. Kemi diktu shumë vonë, se e ka majtë vetin e vërtë është... Rinar, sa e ki babën është një letësim Lecim. shumë i madhë. Tash barra e familjes paskara ty. Po. Qysh po duket? Valla është shumë e rënë. Shumë e rënë. Nanën po e shoj me lët në sy, edhe gjatë krejt storjes që kemi dhone, kemi pa me lët në Po. sy. Për këto është ma fështirë dhe se du të thamë. Na e musliman. Unë po mundohem mës me Ka na dje pa... epizodet mirë se ardhë. Po më mdohëm, po s'pa moj. Duhet mu pajtu, s'ki qare. Kërkush s'un ka bo kur gjo heq. Caktimi i Zotit është caktimi i Zotit. E na jem të obligum mu pajtu me caktimin e Zotit. Kjo është ndarje e përkohshme. Inshallah bashkimi me to është i përhershëm në xhenet Zotit. Amin, inshallah. Amin. Edhe ka edhe maron, ka edhe ma keq. Ai elhamdulillah ti pas kalon 2 djem. Shpia plot. Po Allah i na rujt, mas mi pas edhe këta, ose mi pas mund edhe këta, që bon? Zoti duhet mi thonë elhamdulillah. Qka të vje prej Zotit mirë sa ardhë? Ai kur nuk gabën, ai din senet ma mirë. Hala, para se ma arën dënjon në mësën se këtu, së dje në esërsie. Qëllimi është atje. Inshallah keni shnetën, Amin. Inshallah. edhe ju prin e mara. Drun. Shitnin pazar, Jo, a ju porosit në i kush bile Jo. druna, qysh? presim në përmale, bëjmë transportin me traktor, blejmë, shesim, a kuptosh. A ka leverdi, a muni me a dala, po Po, sa për... me hangër me pi. Po, me hangër me pi. Kushtet e shpisi tam shumë trona. Me drunë së një bëni atush. Jo, valla. Jo.
Për mongre me pi po, për me marru t'i shka. Ishte Safi me të vizitu. Po, A keni bo kërkes për ndihme? po, Të na. po. Edhe kur e pas stafin? Në alhamdulillah u gëzova me të ka të Pse? drejten. Pse unë i kom përcjell do video. Si di, një farë emocioni e pata. S'di, t'i shka mirë. Sa u kanë baba gjalla, keni diskutu për çështjen e shtëpisë? Po, kemi diskutu. Edhe? Kemi diskutu. Thoj ke, hajde baba pse bohat. Mendimon e A, Zotit. ka përmen në herë që me baba që me artë e jetimet të Po. Ballkanit? Po, ka E ka përmen? Po. Edhe? Aje kishte shumë dzorshme Me ardhë me me li. ardh, se u konë që ka punu në gjukat. E i vike zorë për shështni se për rrethit. A kanë ndimu shoqënia rreti? Po, ka ndimu A vazhdim. ka pas nevojë për ilaçe sa u kanë smut? Po, ka pas nevoj, po alhamdulillah ka njerës që i kanë nimu shumë. A vjen ja u qel dere në i kush sot orinor? Jo. Jo, Do të më mundu vetë. po, normal. Hade të unë. Edhe po këthejemi bashka kamera, qëtu. Neve në shojnë shumë shqiptarë në mision tonë. Po. Para këj shqiptarëve, pi që aty në ki selam për haj shpia. O bashkë me shkutë. Shumë kanë deri. E gëzosh. Zoti Rus. Për haj. Pash. Për haj. Pash. Unë e kom Egzakt. premtu nonën që s'të ta qes as një pik lotit. Ti zbën me qajtë, kjo është gëzim. Edhe nana nuk duhet me qajtë. Po bohi me shtëpi të re. Zoti Rus. Allah ju shpërblet me këtë mirat të shala. Shumë kanë deri. Vllavi është 25 vjeçar. 25 vjeç. Berat. Po thot Berati një dhomë ma shumë se Zoti të ruaj. normale. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Një dhomë do t'i bëhet më shumë se sa shtëpi që i bojmë na normalisht. Shumë faleminderit. Kime pas një dhomë ti, një dhomë vllai, një dhomë nana. Shumë faleminderit, Zoti ju ruaj. Faleminderit shumë, Allah ju Për haju shpërblet me ku? këtë Al mirat. pash, faleminderit shumë. Ama ti më na dhonë besën që tash djalit që nuk duhet me konë me lotë në sy. Hatri këtyne, njëherë hatri Zotit. Po. Ama këta janë tri dhe kanë jetën për para. Duhet, jeta vazhdon. Që Zotit i ka lanë djemë, kërkush s'un ka bo kur gjë dhe kur kërkush s'un ka me mujt me bo kur gjë. Shka të vje për Zotin mirësart. Po bohen me shtëpi të re, me një dhomë më shumë se sa shtëpi që i bëjmë normal. Zoti ju ruaj. E këzofshim. Faleminderit shumë. Zoti ju ruaj. Shkojmë me sigël Zoti kur mos i humbë. Me nisë këtë emision e nisëm me shumë emocione prekse. Hatri i Bukuroshit në Holland. Po e mbyllim këtë emision me këto emocione, edhe këto prekse, por emocione gëzimi, ju dha lajmi, se po bohen me shtëpi të re. Para se me mbyll emisionin e sotshëm të ndëruar shqiptar ku do qeni. Në ekranin e juj po jepim pamjen e mega projektit të shoqatës sonë. Ashtu si që jeni të informum, ne kemi vu gurë themelin e këtij projekt me datë 2 prill për nder të ditës ndërkombëtare të autizmit. Ne jemi duke vazhdu me procedurat, rregullat që kërkohen për lejen e punës, edhe alhamdulillah, punët po shkojnë mirë, lajmet janë të mira. Por ju kemi bë thirrje dhe prap po ju bëjmë thirrje, kemi nevojë për përkrahjen
e juj. Neve her pas herë në rrjetet sociale po i shfaqim gjiro llogarit e shoqatës sonë, këtë format, mënyrat, se qysh mundeni më na ndihmu. Lutja ime për të gjithë ju është, përhapni këtë lajm, tek të afërmit, tek shokët, me këtë do që rrini edhe kudo që t'jeni, përhapni lajmin e këtij projekti. Ky do të bëhet me emër të Zotit, ka mu bë. Por kërkohet që edhe ti edhe ju bashkë me ne të vargohemi me kontributet tona për realizimin më të shpejtë të këtij projekti. I vogël, fëmijë, djalë, qik, i rritur, burr, gru, i më shumë plak, qoftë edhe me një euro. Nëse hiç s'ka mundësi, lutë Zotin për neve të na bën të mundshme ta realizojmë këtë projekt. Po i ndjekim gjiro llogarit e shoqatës sonë. Bashkëdhetarë tanë që jetojnë dhe punojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë mundësi dhurimi apo donimi në këto të dhëna të shoqatës sonë në Amerikë. Nga Amerika shkojmë në Zvicër, bashkëdhetarë tanë më ka vite, që jenë të njoftu me shoqatën tonë atje, këto jenë të dhënat bashkë me gjiro llogarin në Zvicër. E të gjithë shqiptarët që jetojnë dhe punojnë në Zvicër, ata që kanë dëshirë për punë të shtojerit me marrë një letër konfirmim apo një deklarat. Ne lëshojmë letrën nga Zvicra për punën e shtojerit. E njëjta gjë vlen edhe për gjiro llogarin e shoqatës tonë në Gjermani, e cila është tani në ekran. Në shtetin e Gjermanisë, gjiro llogaria jonë vlen për krejt shtetet e Evropës. Ju që jetoni në Itali, në Sloveni, në Kroaci, në Austri, në krejt shtetet e Bashkimit Evropian, Skandinavi, kjo është gjiro llogaria e shoqatës që mbulon krejt shtetet e Bashkimit Evropian. Nga Gjermania kthehemi në Kosovë, ProCredit Bank, të janë dhënat e shoqatës tonë. Nga ProCredit Bank, banka ekonomike, edhe banka kombëtare tregtare. Adresa e GoFundMe-s, ku ju mund të kontriboni më lehtë për ata të cilët nuk kanë gjiro llogari ose është më lehtë me GoFundMe, kjo është adresa GoFundMe-s shoqatës, edhe adresa e PayPal-it. Me €1 me SMS, vetëm nga Vala, ju mund të dërgoni një SMS veç prej numrave të Valës në këto numra 55333 55444, edhe ndihmoni me €1. Për shqiptarët që jetojnë në Maqedoninë e Veriut, si vjetë është bërë hapja degëson atje, e këto janë të dhënat e gjiro llogarisë. Duam të gjithë shqiptarët të jemë bashkë në realizimin e këtij projekti. Ne deri sot kemi ardhur bashkë, edhe shpresoj dhe lut Zotin që kena me vazhdu bashkë edhe në realizimin e këtij projekti që është model. Kallëzojuni ku t'jetoni, qoftë edhe jo shqiptarëve, atje ku punoni me ta. Bëni unë me dije projekt që nuk është askund në botë me qëtë kapacitet edhe me qëto kushte. Ka të tilla, por jo kaq sa është kjo. Allah na lehtësoft me realizu sa më shpejt e juve, Zoti, kur mos ju luteni për neve, Zoti ju shpërblef. Shihemi në premten e ardhshme.